Art Folk. Arti. Mesazhe, vlera dhe emocione të drejtë për drejta. Tradita shqiptare, doke dhe zakone nga të gjitha trevat. Art Folk, në ekranin e televizionit Apollon. Sofra tradicionale shqiptare në trevën e Labërisë është një magji e rrallë e cila mbetet e gjallë edhe në ditët tona. Mes maleve të veshura me petkun dimëror, ku zbardh dhe bora mbi kreshta, edhe deri në fush, shtrihen një numër fshatrash të kësaj treve, ku një emocion të veçantë na krijoi grupi polifonik i Orikut, banor të Orikumit dhe Dukatit. Dukati, një fshat i stolisur nga bukuria e maleve të Rimit, Karaburunit dhe Llogorës, që janë dhe krenaria e këtij vendi, si edhe kaltërsia e detit që është pak kilometra larg, të mrekullon me pamjen e tij që pak nga pak i ngjason një qytese. Jemi mysafir në shtëpinë e zotit Mitata Liçkaj. Kostumografia e veshjeve popullore, fustanella me palët si dallg në erë, jeleku i qëndisur me argjend e kontrasti i rrallë i ngjyrave dhe zbukurimeve na bën për vete. Cilido shqiptar do të ndihej i mrekulluar dhe i dëshiruar për të ndjerë në trup magjinë dhe madhështinë e këtij kostumi. Dukati bujar dhe mikpritës na ka përgatitur një surprizë për festat e fundvitit. Me veshje tradicionale është edhe vajza e vogël e Mitatit, Amanda, e cila nuk na ndahet për asnjë çast, dhe sigurisht me tregime pafund për këngët e hallës së saj, këngëtares Maja Liçkaj. Në odën e zbukuruar me antikuare, nga pasioni e zotit të shtëpisë, Mitata Liçkaj, burrat ulen të zënë vend për të dëshmuar që kjo madhështi e sofrës shqiptare, kjo pasuri me vlera të rralla nuk ka humbur. Përkundrazi, ajo është pasuruar sot nga mikpritja, kënga shumëzërshe dhe historia e këtij vendi. Përshëndetje të nderuar miq të ekranit të televizionit Apollon dhe të gjithë ju dashamirës dhe adhurues të këngës polifonike, të këngës shumë zërshe të zonës së Labërisë.
Siç e shihni, jemi në një ambient I cili nuk ka fjalë për të komentuar. Jemi në Dukat të Vlorës, në këtë zonë dhe me këta miq, të cilët na kanë ftuar për sofrën dukatiote. Gjithë ambienti është I mrekullueshëm, është I pasuruar me të gjitha ato sendet, me ato reliket e mrekullueshme të asaj trashëgimie dhe të asaj jete të cilët kanë bërë të parët, kanë bërë njerëzit tanë, paraardhësit tanë. Por kjo nuk do të thotë që ne jemi tërësisht të larguar nga ajo jetë, jemi tërësisht të larguar nga e gjithë trashëgimia shpirtërore që kanë dhënë paraardhësit tanë. Ja ku jemi pra sot në sofrën dukatase dhe po e shohim nga afër atë mrekulli dhe atë magji të trashëgimisë të jetës shoqërore, të jetës shpirtërore të popullit shqiptar. Por, sigurisht, bashk me mua në këtë sofër të mrekullueshme janë djemtë e këngës polifonike të Dukatit. Dhe ambienti në të cilin neve jemi është pikërisht në Dukatin Fush, në shtëpinë apo në odën e Zotit Mitat Aliçkaj. Mitat, mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit njëherë për këtë ambient që krijuat ju në radhë parë, na aktivizuat neve, pastaj me këpitja nuk na ka munguar asnjëherë, se dihet gjithmonë që telabëria, sikur do në gjitha viset e Shqipërisë, po ne dhe bufim burr zogun e tij. Edhe kështu që me jetës për sot është një kënaqësi. Kjo është vërtet një sofër dukatase, një sofër e gjithë labërisë, me gjitha farë burri që janë mbledhur kështu si dikur, ne me këtë trashëgojmë kulturën tonë, trashëgojmë të paraardhësit tanë me këto që kanë si kanë jetuar apo pavarësisht që ne apo brezat tanë që po vinë apo fëmijët tanë ndryshe janë, po këto asisht I shikojmë se këtu më shumë datë neve janë të ri. Shumë të ri. Dhe I kanë qejf. I adhurojnë këto gjëra. Kjo është një kënaqësi për neve. Juve si Apollon, si staf, ju faleminderit shumë, ju përgëzoj për gjitha këto emisione, se ky nuk është emisioni I parë që bëjmë me juve. Me mundësia se jemi dhe para vitit të ri, të urojmë festat e vitit të ri, Krishtlindjet, dhe qofshit lumtur gjithë për familjet tua. Ju faleminderit. Miq, nuk doja ta prezantoja sepse juve e shihni përmes imazheve, por edhe unë prej kaq kohësh duke dashur të pasqyroj të trashëgimi të vyer të folklorit shqiptar dhe sidomos kënga polifonike, e cila ka një trashëgimi relativisht gati 1000 vjeçare, e studiuar dhe e hulumtuar më së miri dhe nga studiuesit shqiptar, më bëri që të joshem edhe për këtë çast në të cilin ndodhem. Jam I veshur pikërisht me kostumin tradicional të zonës së Labërisë. Thash që isha I mrekulluar dhe kisha dëshirë që në një mbrëmje si kjo, në një ditë si kjo, të doja që ta përcillja përmes kësaj vlere, qoftë në veshje, në kostumografi, por edhe në trashëgimi dhe në tradit, në sofrat shqiptare, në sofrat e të gjithëve juve. Për momentin, gëzuar të gjithëve, duke ju uruar gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Megjithse është takimi I dytë me miqt nga Dukati, është takimi I dytë dhe pothuajse ne kemi pak minuta që kemi ardhur më parë, unë do t'ju kërkoja ndjes për vetë faktin sepse të gjithë emrat e djemve dhe burrave që janë në këtë odë do të kisha dëshirë t'i prezantonit vetë dhe gjithashtu edhe pozicionin që juve keni në grup. Po e filloj së pari me zonjën që kam në prinj. Përshëndetje, Rina Petoshati, marse për herë të parë në këtë grup, me kënaqësi më të madhe, shpresoj që të vazhdoj me këta çuna të mrekullueshëm. Faleminderit. Përshëndetje, Bardhosh Jeminaj, marrës dhe mbushës në grup. Dhe uroj sukseset gjithë dhe shokën mi. Përshëndetje dhe mirëmbrëma, Sajmir Brahimi, Iso dhe Marës. Përshëndetje, mirëmbrëma. Falenderoj Radio Televizionin Apollon. Jam në këtë grup, kemi 2-3 vjet që kemi bërë pjesë në këtë grup e jam kthyes I këtij grupi. Mendoj që të vazhdojmë si të ri që jemi, domethënë të ecim parat, ashtu të mos harrojmë traditat e të parëve tanë që... Shëndetje mirëmbrëma, Ledjo Gjomemua, marrës në grupin e Orikumi. Përshëndetje, Fatmir Malaj, instrumentist me fjoll.
Përshëndes grupin e Orikut, një grup simpatik, djem të rinj, ju uroj nga zemra ime, jo unë vetëm, po të gjithë, po edhe mitati, të grup, që të eci sa më mirë në këngë polifonike Labe. Ju uroj nga zemra, të gjithëve. Edhe festat e këtij viti gëzuar të zëri gjithë, e sukseset në të leqve. Përshëndetje, Irakli Stepa, hedhës i këtij grupit, Orikum, ju falemnderit. Përshëndetje, Xenofon Konomi, falenderoj Apollonin dhe gëzuar dhe festat e vitit të ri. Në këngë jam në ISO. Falenderit gjithëve. Përshëndetje, Mentor Brahimi, Mars dhe ISO. Falemderit. Përshëndetje të gjithëve, Derish Ferruni, marrës në grupin e Orikut, përshëndesim televizioni Apollonit, stafin e tij, gëzuar festat, një vit sa më i mbar për stafin e Apollonit dhe për grupin ton të Orikut, edhe një përshëndetje edhe për Zoti Mitat, që ka bërë të mundur këtë mbledhje në odën e tij. Përshëndetje dhe sukses të gjithëve. Një përshëndetje veçantë vetë shkon dhe për presidentin e Apollonit, zotin Artur Rustemi. Suksese në jetë dhe në punën e tij. Mirëmbrëma, Mariglen Gullqiu, një nga anëtarët e ri të këtij grupi, ISO. Përshëndetje të gjithëve. Quhem Vendin Kapaj, jam miftuar në këtë grup. I falenderoj shumë televizionit Apollon. Këto që bëjmë ne i kemi bërë vazhdimisht, por ky televizion është një pasqyrë e madhe që po na nxjerr vlerat në pa, nëpërmjet syrit të vogël magjik të kanës së tyre, dhe bravo qoftë që po na nxjerrin ditë për ditë edhe fëmijët tanë nëpërmjet këtij televizionit po mësojnë këngë lapshe. Shumë faleminderit të televizionit Apollon. Dhe faleminderit zotit Mitat Aliçkës, që më ftoi dhe mua si të ftuar në këtë sofër bujare, dhe juroj suksese në jetë, suksese në këngë dhe nga mot e gëzuar, e qoftë viti i mbar. Përshëndetje me mbrëma të gjithë. Quhem Belo Brahimi. Ashtu siç e ka zakon e tradit fshati, jam i ftuar për të marrë pjesë me këtë grup që është mbledhur sot këtu, që do uroj shumë suksese në jetë, shumë mbarësi, dhe përshëndes televizionin Apollon për shërbimet që bëjnë këtu me gjithë këta pjesëtarë që marrin pjesë këtu sonte. U falenderoj gjithë dhe gëzuar festat e vitit të ri dhe Krishtlindjet. Gëzuar të gjithë. Mirëmbrëma, të gjithëve përshëndes. Të parën përshëndetje kam për sofrën Dukatase, për mikpritin e tyre, për bujarin, për këngën Labe, për themelin e këngës, për rrënjën e këngës, që ta mbajnë gjallë. Përshëndetje dytë shkon për presidentin e kanalit Apollon, Artur Rustemin, dhe dyta për stafin e tij, kaq simpatik, që na kanë shoqëruar kudo. Unë jam Akrem Lamaj, poet, dhe me këta djem kam qejf të punoj. Dhe them se do ecim përpara, se edhe rrinjtë e mia janë atragjasi. Përshëndetje gëzuar të gjithëve. Festat edhe të mira paqim këtej tuti. Prap të një tjetër, do flas në gjuhën, tamam që siç flasën se më mbrëma thash, tani do them të një tjetër. Neve këtu me të drejtë është për të përshëndetur presidenti i Apollonit, Artur Rustemi. Do kisha shumë dëshirë që të ishe këtu me mua sot, pa do pim, do rrim, do bëjnë çfarë do bëjnë, do di, kisha shumë dëshirë që të ishe këtu me neve. Megjithatë, kjo është një kënaqësi e madhe. Përshëndes Gentin, që është tamam një, me sa kam parë, sa kam realizuar, se na është dhënë mundësi edhe më para në disa stacione televiziv. Përshëndes edhe të ftuarit tanë, të mirëpritur që janë artista si Vendim Kapaj, Fatmiri, që janë instrumentistë tamam i fillta, po Akrem, që është neve me sa shikojmë ka punuar me gjithë shpirt. Edhe shoqen e klasës e rinën,
Se kam pas shoqe klasa, kemi kënduar qysh në klasë 7 bashkë, ka që vërtet një këngëtar mirë, pavarësisht që i ku largua, po gjithse kush për sapet e veta, është një kënaqësi që sot ndodhet mes nesh. Qofshit lumtur, dhe kalofshi mirë. Pra, të nderuar miq, siç e shihni, është një sofër e rrumullak. Nuk kemi pasur pak trashëgimi nga paraardhësit tan. Ka qenë shumë dhe ka qenë me të vërtet e vyer. Burrat uleshin në një odë, uleshin në një sofër të rrumullakët dhe kuvendonin me njëri tjetrin. Nuk kishte dallim, kishte respekt, vlerë, dashuri, miqësi për gjithë secilin që është i ftuar, si për bujtësin, ashtu edhe për ardhësin. Por gjithashtu me dëshirën e të gjithë grupit Dukatit, neve sot jemi këtu për të pasqyruar këtë vlerë në mbrëmjen e vitit të ri për të përcjell tek juve përmes kësaj sofre të mrekullueshme dhe të mos harrojmë përmes kësaj sofre të rrumullakët. Ka vend fjala e burrit, ku ka hije vendi i burrit. Besoj se grupi është gati të na përshëndes dhe të përshëndes të gjithë shikuesit me një këngë të Dukatit. Më dyhet një pen floriri, to e historin e lashtë, dukat e gjys me misiri, dukat fushe, dukat fshatu. Më dyhet një pen floriri, to e historin e lashtë, dukat e gjys me misiri, dukat fushe, dukat fshatu. Të flas për burrat me shetje, këmbë kryqë në gjetje, për ato datë me qerqe, deri dhe lezet i pleqe. Të flas për burrat me shetje, këmbë kryqë në gjetje, për ato datë me qerqe, deri dhe lezet i pleqe. Ku këndohet kënga valle, ku i dhen vallet e rënda, në Dukat e djepi këngës, aty kam ronjot e ronjos. Ku këndohet kënga valle, aty del djeli dhe hona dhe më thot të keqe nëna, bia ta gurgje vajiri, roj si pasha në misiri. Aty kam në ne babano, kam rënjo në dhe krano, kam alin dhe gogoran, kemi dhe pasha limanë. Ishte kënga për Dukatin, por kuptohet në këtë ambient të këndshëm, në këtë ambient të shoqëruar nga kënga polifonike, të shoqëruar nga këto veshje të mrekullueshme të kostumografisë të zonës së Dukatit, kuptohet që fjalën do të doja ta merrte Rapsodi, i cili e ka krijuar, e ka ndërtuar këtë këngë përmes vargjeve, ashtu siç ai ka mundur për më mirë për të pasqyruar kulturën dhe traditën e veçantë të zonës së Dukatit. Unë kam shkruar shumë pak Dukatit, ndoshta ato vargje më madhe nga vargjet kam shkruar unë dhe duhesh ditë e ne të shkruash për Dukatin, po ma gjithë dhe muaj të tëra. Pse se ka një histori shumë të lashtë. Historia e lashtë ka themele. Mbi ato themele është kjo sofër e ndërtuar, kjo sofër labe sot, kjo sofër Dukatas e ndërruar, dhe më thënë vlerat Dukat e gjysë misiri, i kanë thënë me kohë. Dhe më thënë është krahin, nuk bëhet fjalë, dhe më thënë për një fshat, është një fshat autokton me themele, me histori, me dhe gjitha, me Pashaliman, Karaburun dhe gjitha,
domethënë për plasjet më të mëdha, 4 luftra mbi Shupe, Shalimani. Fillon Cezar, Pasha, 3 herë Italia, marrim 14-ën, 20-ën dhe 39-ën. 5 luftra mbi Shupe ka shkuar vetëm këtu në këtë krajin të Dukatit. Dhe i kanë rezistuar korat. Dhe në një këngë tjetër, përveç kësaj, them Pasha i mori Ferman për vlore Pasha Liman, kthej more kthej, kthej more kthej për në Stamboll me ordhje me tabor. Fustanet mi gjuhaj duqe, flasin Shqipe, s'kuptojnë turqit. Në shumë, kjo që kam bërë... Po pa tjetër, kënga mbështetet tek historia, po pa tjetër, kënga mbështetet historia, në më dhe shumë pak që kam bërë, me 10-12 vargja, apo 20 vargja nuk përshkruhet historia. Tash këta janë vëndallit këtu dhe din, ndoshta edhe më mirë historinë e tyre, dhe unë jap fjalën e Zotit Sajmir, si përgjesi këtij grupi Orikut, unë kënaqësia ime e parë që kam pasur që këta djemë të kishe afër. Dhe më bëhet qefi që një brez i ri që po ngrihet është mbështetur gjithmonë tek kënga Labe. Dhe i përshëndes dhe djemë. Të falenderoj Akrem për fjalët e mira dhe të bukura që the, për fjalët e Tabanit. Tani tash Labëria ashtu si shumë the Sare që ka mes tyre gjende dhe një fshat në këtë krahinë e Labërisë, një fshat i cili është i rrethuar nga male, por gjithashtu i lagur dhe nga 2 dete, nga deti Jon dhe deti Adriatik. Nga këto male që mbajnë mbi Supe shumë histori, shumë ngjarje që i rrinë mbi krye këtij fshati. Sigurisht fshati Dukatit është një treve e kësaj Labërisë, janë disa banor, edhe brenda këtyre banorëve ndodhen disa tradita, disa zakone dhe disa doke, të cilat janë të mbartura që nga lashësia, dhe ne vim dhe i gjejmë këtu të ullura në këtë sofër dhe të pasqyrura sa më bukur në këtë sofër. Prandaj do doja që edhe në emër të grupit t'ju falenderoja dhe të uroja mirëseardhje në odën Dukatase. Tash në sofrat fakt emri vjen nga lashësia dhe këtu shohim që të ullur në këtë sofër shohim kohën të shohim të shkuarën, të tashmen, por shohim të gëshetuar të mirë dhe të ardhmen, siç janë traditat, gjithashtu edhe ato elemente çaj zonës tonë që janë të gdhendura, janë një xhevair tek gjithsecili nga ne, gjithsecili te gjithë kushdo Dukatas që thot dhe ndihet për vlerat dhe për kulturën që ka. Pasi jo vetëm një krahin ose një emër nuk ta jep thjesht fjala, po ta japin ato që ti mbart në vetvete. Pra do doja që t'ju uroja edhe një herë mirëseardhjen dhe të falenderoja në mënyrë të veçantë juve për këtë emisione kaq të bukur të. Faleminderit. Unë Sajmir ju falenderoj juve për mikpritjen dhe kuptohet misioni i ekranit të televizionit Apollon është pikërisht ky, të hym në zemër të traditës, të hym në zemër të asaj që ka ardhur dhe ka udhëtuar prej shekujsh, por kuptohet koha vjen me vrull, koha ka frymëzimin e vet dhe duket që një pjesë prej këtyre dokeve, një pjesë prej këtyre zakoneve, të cilat kanë qenë shumë pozitive për jetën kolektive, për jetën sociale të krahinave të caktuara, por edhe të jetës mbar shqiptare, pak nga pak fillojnë dhe zbehen, zhduken. Duke dashur dhe duke qenë i rritur në një ambient dhe në një atmosferë familjare, në një atmosferë ku fjala, mençuria, këshilla e më të vjetrit apo këshilla e më të parëve zinte gjithmonë vend si një udhëzues apo si një libër i hapur. Sot ne vëshojmë që teknologjia dhe media dhe mjetet e informacionit janë të shumta, por ndoshta le të mbajmë edhe diçka të vyer nga e hershmja, nga e vjetra, nga ajo e parëve tan, pikërisht për qëllimin sepse kanë pasur dhe kanë virtyte të mira të cilat duhet i trashëgoj shoqëria shqiptare dhe duhet i trashëgojmë ne të gjithë së bashku. Jo vetëm bukuria tradicionale e kësaj tavoline, por më tepër akoma se sa bukuria e një sofre të shtruar, është pikërisht ai parimi i brendshëm moral që kanë njerëzit. Janë në harmoni dhe në vllazëri me njëri tjetrin. Ndaj edhe unë kam rastin t'ju përshëndes gjithëve në emër të misionit që ka televizioni Apollon. Gëzuar të gjithëve.
Gëzuar. Misione të tilla sa më shumë. Gëzuar. Është edhe një këngë për këto zona të Labërisë, për vashat e Labërisë se si kanë jetuar. Ka qenë çobanesha, ka qenë trime, ka pasur edhe dy feqe në krah. Dhe këtë këngë e ndjeva që ta shkruaja dhe e këndon zonja Rina me kënaqësi. Atëre, miq, siç e shihni, në krahun tim është një zonjë. Në fakt është më tepër se sa e hijshme, është e virtytshme që zona e Labërisë e trajton gruan si një luftëtare, e trajton gruan si një perëndesh, jo vetëm si imazh i bukurisë dhe i dashurisë, por edhe si një krijesë e barabartë për krah burrit të saj, për krah bashkëshortit, për krah shokut të saj, për krah edhe shoqërisë. Andaj dhe këtu në krahun tim është zonja Rina. Po. Zonja Rina ka qenë këngëtare prej disa vitesh dhe sigurisht në këtë moment ajo po më thoshte pak vargje të këngës të cilën e ka përgatitur Enkas për këtë sofër. Janë pikërisht pak vargje të cilat tregojnë atë vlerën dhe virtytin e gruas shqiptare, e gruas së zonës së Labërisë, një grua e rritur në stane, por e rritur mirë, me karakterin, moralin dhe virtytin e saj. Me pak fjalë, tekstin e ka bërë Ekremi. Unë do mundohem ta përcjell me sa të mundem. Ju falemderit. Ja Labëri turnë stane me korabe me lobane. Shkon për paradone, ta shikosh të lëpa mondje. Dhe kur del malit për pjetë, para vet manari paso. Me yje edhe trombi shon që bije. Do të doja të prezantoj edhe një tjetër personazh shumë interesant që është këtu me ne. Ishte ajo vajza e vogël Amanda, e cila te kënga e Ismail Qemalit ka qenë vajza me flamur në këngën e Majës, këngëtares së njohur të muzikës popullore Maja. Amanda, ku vajti? Tu te gjavi gjendit e babi. Bravo, Amanda. Princesha e vogël është vajza që ka mbajtur flamurin në këngën për 100 vjetorin e pavarësisë kënduar nga këngëtarja Maja. Ti e ke emrin? Amanda. Sa vjeçë jeti? 7. Dhe je vajza e? Mitatit. Ky burri këtu. Si ishte e kënga? Ismail Qemali. Po ti mbaje flamurin atje? Po. Të Amanda, kujtohet në një varg atje? Mund ta thuash atje? Të kujtohet në një varg nga kënga? Po. Kujtohet që thoshte halla, Ismail Qemali ka peda në Shqipëri. Ti je princesha e tavolinës në odën dukatase. Je ti që e zbukuron këtë sofër të mrekullueshme më shumë se sa çdo kusht tjetër rreth saj. Po ti je 5 vjeçe?
6 vjeçe? 7. 7 vjeçe, ua sa bukur. Vete në shkollë? Po. Po, do kesh dëshirë të marrësh pjesë edhe ti herë tjetër në këto këngët popullore dhe kështu, në vende të tjera? Po mirë, sot babi i ke mësuar në një këngë vajzës? Vajza di shumë këngë, po tani duhet këndoj një nga ato që i mbushet mendja. Cilën do këndosh ti? Fustan verdha i këtë tutje. Po, vajzo këndoj. Hajde këndoje. Fustan verdha i këtë tutje, mund të ish sharet në supe. Hajde me cullufe, hajde, fustan verdha, fashe mora ta gënjeva. Jo, se gënjej dot, i zi u qaj me lot. Edhe Amanda, ashtu si Halla, do të bëhet këngëtare. Të nderuar miq, me lejen tuaj do doja ta bëja një dolli, ashtu siç e ka tradit sofra dukatase, një dolli për princeshën e vogël. Gëzuar Amanda. Sa i mirë, sikur kishe diçka për të shtuar për një figurë të gruas labe. Kënga që sapo dëgjuam u këndua nga Arina, pra siç shohim dhe dëgjuam që në Labëri dhe në Dukat, aq më tepër, në jo vetëm burrat e kanë tradit këngën, po besoj se Arina e dëshmoi dhe tregoi që dhe gra dhe femrat din të këndojnë këngën labe aq bukur. Jo vetëm që din të këndojnë, por Dukati ka patur edhe gra heroina të popullit, që kanë ngjarje dhe bëma për historinë e Shqipërisë dhe Dukatin. Një prej tyre është dhe heroina e popullit, Sado Koshena, e cila ka luftuar në qafën e Llogorajt në vitin 13 për në mbrojtje në luftën që është bërë për mbrojtjen e pavarësisë. Gjithashtu kjo grua, kjo heroin dha kontributin e saj edhe në ngjarjet e mëvonshme të luftrat e viteve 20, kur kemi qenë kur Shqipëria ka qenë okupuar nga shumë pushtues, pra kjo grua dhe kjo femër shohim që ka dhënë ndihmën e saj për çlirimin e vendit, për atë Shqipëri dhe për të sofër që ne edhe sot gëzojmë të jemi të shijojmë. Gjithashtu femra këtu në Dukat ose gruaja e Dukatit është një mit, është e shenjtë. Pasi ajo është dëshmi e gjallë edhe shumë traditave e trashëguar, një prej tyre janë dhe ninullat e djepeve, pra ajo të kulturë ose shumë zakone që ne i marrim ose të ne ngjizen, janë aq të dhe nga nëna, nga gruaja e Dukatit. Po. Pra, janë pikërisht nëna tona, ato të cilat na edukojnë me dashurinë për këngën, me dashurinë e tyre edhe përmes tingujve të këngës, përmes tingujve të ninullave. Në folklorin shqiptar ne e dim shumë mirë që ninullat zënë një vend të rëndësishëm, duke qenë që njëkohësisht ato u këndonin foshnjave, këto nëna na ngjizën dashurinë, na ngjizën respektin dhe sigurisht figura gruas në folklorin dhe trashëgiminë shqiptare është njohur në disa dimensione, është njohur si nën, është njohur së pari si një vajzë plot sharëm, si një vajzë plot hire, e cila tërheq me dashurinë dhe magjinë e saj. Është njohur si nën, me gjithë dashurinë dhe gjithë forcën e saj shpirtërore të pandal dhe të pamat ndaj fëmijës, dhe gjithashtu është njohur edhe si grua e virtytshme, si grua e cila ka luftuar krah për krah burrit edhe për kauzat e mëdha, siç janë kauzat e luftrave apo të pushtimeve të ndryshme. Por do të doja në grupin tuaj dhe përkatësisht në këngën Dukatase, sepse po e shohim gruan si një luftëtare dhe ndoshta pak a shumë shikuesi do të mendojë që në Dukat gratë vetëm gjitha janë luftëtare, nuk ka asnjë për të dashuruar dhe për të martuar. A kemi ndonjë temë që përqaset me temën e dashurisë ose me lirikën e dashurisë, duke nxjerr pak a shumë sharmin dhe hiret e vashës Dukatase? Është një këngë e vjetër që mban vullin e këtyre trevave. Ndoshta u ka rezistuar aq shumë korave që nuk bëhet fjalë se sa vite bëhet, dhe prapa e rezistoi, po duke evoluar koha, se flasim për vitin 2013, unë i kam bërë disa rregullime. Është dashuria në Labëri. Dhe e pyet pse je zverdhur, je bërftuar, djalë o djalë zëmër dragua, pse s'martonesh të marrësh grua. Edhe midis tyre vretim Zotë merr mua. Ma në diçka e tillë se këto zona ka qenë aq të ndrydhura në dashuria dhe ka qenë një
Presionet sociale, vetë vëndi këtu ka qenë, më thënë, izoluar, duke fanatizme ka qenë. Dhe një këngë që u ka rezistuar korave është shumë tragjike, ndoshta, po arsyeja është domethënë vetëm dashuria, pse e zvedhur i e bërftua, djalë o djalë zemër dërgua, vajzë mos los e qesh me mua. Vargje tas, po, dhe kjo këngë e meriton të këndohet, edhe mbas 200 vjetësh, siç u këndua për shumë këngët ku ka do pikojë një në tjetër. Janë këngë që u ka rezistor korave. Dhe këtë këngë e këndon djaloshi në... Pra, ndoqëm këngën, përse e verdhur i e bërftua nga Ledio. Kuptohet Ledio është i ri, plot energji dhe sigurisht i këndon hireve dhe sharmit të vashëzës dhe bukurive të saj. Por, ajo që doja të veçoja në këtë mbrëmje festive është pikërisht fakti sepse shumica e djemve Dukatiot, shumica e këtyre e grupit të Dukatit janë pothuajse të rinj dhe unë besoj në faktin që kjo traditë e vyer do të shkoj shumë herë më tej, do të shkoj një kohë tjetër më tej, sepse këta djemë të rinj do ta trashëgojnë ndoshta ashtu siç e dëgjuan nga prindrit e tyre, do ta trashëgojnë atë në vazhdimsi në brezat e ardhshëm. Pse je zverdhje bërsi ftua? Të marsh grua nuk gjoj do të ashtu si që dua. Por për të vazhduar paksa bisedën më tej, në këtë od kemi edhe një mysafir i cili është prej Mallakastrës, është pikërisht instrumentisti Fatmir Malaj, i cili ka ardhur të përshëndes ditën e sotme sofrën dukatase dhe sigurisht përmes një instrumenti të vjetër, përmes një instrumenti të lasht, i mirënjohur me tingujt e vet në fyell, i mirënjohur për historinë që mbart fyelli, sepse shumë nga legjendat shqiptare janë pikërisht baritone dhe një nga panoramat konkrete të historisë së folklorit shqiptar është pikërisht panorama e Bariut dhe e fyellit, kënga e tij. Duke qenë që Bariu ishte një individ i vetmuar, ishte një njeri që jetonte staneve, maleve, duke u përpjekur që të rriste tufën e vet, me të cilën edhe do të ushqej, ai për të shprehur emocionet e veta shpirtërore, dashurinë, mallin, brengën, por edhe vajin, i shprehu ato përmes një instrumenti shumë interesant siç është fyelli. Përshëndetje të gjithë. Ju falemnderit për ftesën
e sofrës Dukatjote. Jam shumë i kënaqur, shumë emocionuar që marr pjesë në sofrën Dukatjote. Një sofrë e këndshme, me këngëtar, me djemë të rinj, me poet, me instrumentist të vjetër si Vendim Kapa e shumë tjetër të zonës Vlorës, sidomos pjesa e Dukatit, që e ka për traditë mikpritjen, këngën, trimërin, goxime, gjitha. Unë vi nga Mallakastra, i ftor këtu, edhe për të shfaqur virtytin tim të instrumentit të fyllit. Pjesa e këtia e fyllit është e mandana shpiti, sepse edhe ai që e ka shpikur, në të dëgjona moshatarët që kanë pasur fis. Fylli është një instrument preks. Hyn prek shpirtin, të fut në melodi të këngëve, të fut në melodi të hallëve, të gjitha gjërave. Me fjalë fylli është i gjithanshëm. Juroj nga zemra këtë. Edhe i përshëndes të gjithëve. Përshëndes edhe imitatin zotin e kësaj shtëpie këtu. Përshëndes edhe Artur Istemin që në gjitha skajat e jugut, televizori Artur Istemit, do jep famën më të madhe dhe më të këndshme për gjithë labërt, mallakastriotët, mesaqarët, aty deri edhe në shkombinit e Elbasanit. Përveç instrumentistit Fatmir Malej, i cili vjen nga zona e Mallakastrës dhe na përshëndeti me këtë melodi të ëmbël me fyll, në këtë sofër kemi edhe një instrumentist me fyll, po nga zona e Dukatit, është zoti Vendim Kapaj. Përshëndetje të gjithëve. Quhem Vendim Kapaj, jam instrumentist i Asaj Labëria, jam nga Kërkoja e Vlorës, dhëndër i kësaj shtëpie. Dhe gëzojmë që u mblodhëm kështu edhe të mirat të kemi për herë. Fylli ka dalë 3000 vjet para lindjes Krishtit, ka dalë, është histori shumë e gjatë në një çoban që kur u dogjën kallëmat në kohën e familjes matriarkale, u dogjën kallëmat dhe nëpërmjet erës që frynte, i krijoi ide atje me një ashkull guri, hapi një kallëm me një birr, 2 gjersa arriti me 7 birra dhe duke e pasuruar dhe aty qashin halle, derte, gëzime, hidhrime, çdo gjë dhe ndaj është bërë shumë e dashur në të gjitha viset trojet shqiptare, qoftë edhe në Ballkan. Dhe me kënaqësi më të madhe unë do u shijoj me një nga melodit e mia të veçanta. Ky ambient që është krijuar sot këtu
është një ambient shumë i këndshëm dhe shumë i mirë. Unë quhem Belo Brahimi. Bie Culës dyare, pak që është një lloj instrumenti që ne argëtojmë, kemi argëtuar vete gjithmonë, brez pas brezi ka qenë trashëguar nga brezat dhe vazhdon. Besoj se po se edhe nga këta çunat, po të marrë sot dhe këta mund t'i bie ndonjë më mirë nga mua biles. Se vazhdon, është diçka që nuk patjetër do trashëgohet. Është e pamundur, nuk ka se si të mbas një herë. Ashtu siç e kemi gjetur ne, ashtu dhe gjën edhe këta, kështu do vazhdoj kjo lloj pune. Tradita labe do vazhdoj e jugut në përgjithësi, edhe labja si Cula dyare, si fylli, si kënga, si njëra tjetra, të gjitha janë të pandashme. Do vazhdoj. Por këtu është një diçka shumë e bukur për ambientin që jemi grumbulluar dhe në mënyrë të veçantë televizionit Apollon, për pranin që ndodhet sofër me sofër dhe shtëpi më shtëpi e konak, si që kanë thënë ata të parët tanë. Duhet përshëndetur në mënyrë të veçantë, shumë të veçanta, presidenti televizionit Apollon, gëzuar dhe të gjithë gëzuar dhe këti grupi lab, Tori Kut, ju uroj dhe njëherë shumë suksese, shumë mbarësi për të ftuarit të nderuar të respektuar të gjithë. Nga se gëzim të gjithë, të gëzuar. Hajde gëzuar të gjithë, juve suksese, ju faleminderit. Në bazë të
Me lejen e gjithë burrave që jemi mbledhur sot këtu në këtë sofër dhe me gjithë respektin e televizionit Apollon dhe me të presidentit të tij, zotit Artur Rustemi, me të imitat në bazë të kësaj sofre edhe të ligjeve, do i marrim një mirësi ose një ndolli zotit Artur Rustemi. Ja, takzoj. Suksese. Takzoj. Instrumenti i fyllit, ashtu siç tha edhe vendimi pak më parë, ka një datë të lashtë, ka një datë e cila është me të vërtet për të vlerësuar për historinë e vet, gati 3000 vjeçare dhe udhëtimin e tij nëpër shekuj. Kuptohet ky instrument është ndryshuar, ka marrë forma të reja dhe ndoshta sot i kemi në disa forma prej bronzi dhe prej tungji, për arsye të tingullit që ata nxjerrin apo jo. Por meqense jemi në këtë sofër të këndshme, do doja që në këtë sofër të flisnim edhe diçka për atë që është tradita e zonës, tradita e mikpritjes, sepse vërtet të gjithë njerëzve kujdo në jetën e tij i ndodh që të gjej një mik, të bëj një mik, por sipas zonave, sipas krahinave, gjithse cili ka atë zakonin, ka ato doket e veta. Dhe ashtu siç thotë edhe një fjalë e vjetër popullore, fshat e zanat, shtëpi e tabiat. Kuptohet që në rastin ton, po e themi këtë frazeologji me një qëllim të caktuar, sepse duke qenë që kjo sofër e zbukuron edhe bujarin, por edhe mikpritjen. Sajmiri, sikur po më komentonte pak më parë për traditën mikpritse të zonës së Dukatit. Ashtu si në çdo fshat të Labërisë që ka traditat e tija, edhe në Dukat është një traditë e çmuar dhe e njohur nga të gjithë, pasi Dukati është një fshat në anë të rrugës nacionale. Dhe sigurisht që kur ke shtëpinë, kur i ke një shtëpi në anë të rrugës, dera është hapur për gjithë ata që vinë. Por këtu është fshati në anë të rrugës dhe dera ka qenë në Dukat, të gjitha derët e këtij fshati kanë qenë hapur për miqt. Kur miku i është thënë hajde edhe i ka gjetur gjithmonë tryezat të shtruar. Dhe asnjëherë nuk është përtuar dhe i është thënë gjithmonë mikut si mik dhe është pritur dhe nderuar si mik. Me ato tradita që ka patur fshati. Dhe nga kjo e ka marrë ndoshta edhe fshati ku nëse një huaj sot vjen edhe ashtu si dhe shumë vite më para vjen një huaj në një lokal, ulet në një vend, aty patjetër do t'i shkojë rakia, do t'i vë qirasi e parë i vjen nga i zoti i shtëpisë. Qoftë në një shtëpi ku mundohet ose qoftë në një ambient siç jemi sot në ambient lokali, pra të gjitha këto janë ato vlera, ato tradita që dhe kanë qenë nga të parët dhe ne sot do mundohemi t'i ruajmë. Gjithashtu dhe sot nga i zoti i shtëpisë, nga mitati është një dëshmi e gjallë një asaj tradite që ka patur shtëpia e tij si shtëpi mikpritse në Dukat. Tani asnjë po ti trokasësh nder nuk ka mundësi të rrallë do një të mos hapën derën, se labi ka patur një diçka që nëse do e trokash do japësh derën, po ere me shtjellë do thej koburen. Edhe kështu që këto gjëra nuk duam që të themi që kush jemi ne, fakti vërteton ose gjithçka siç është janë bërë mikpritjet jo në këto kohë se s'bëhet fjalë, po dhe përpara për shembull që një zog që të kishin dhe hanin me mikun dhe fëmia atje do rrinte. Megjithatë, këto sot janë më të civilizuara, janë më të ashtuara. Dasma karakteristike të Labërisë që janë shquar të Podollin, Labe për shembull, ka patur lezetin e saj se kjo ishte dhe ajo kënaqësia që i thua gëzuar ose shëndeti i filanit apo i filanit, se po që ashtu pihaj me pim gjithse kush më vete, nuk bëhet fjalë. Kështu që dhe Dollia ka patur një kënaqësi, një karakter, jo se detyronte i zoti i shtëpisë, ti ta pije këtë god. Se s'bën, po ishte një kënaqësi ajo, dhe ndije një detyrim shpirtëror dhe kënaqësia, kjo ishte e gjitha. Ne, siç e kemi shtruar, dhe e kemi gjithmonë, nuk bëhet fjalë fare. I zoti i shtëpisë faktikisht e hapte këngën i pari, po na si dha mundësia se po bëjmë me bukën se kakun e përgatit do këmboj nga mesi. Se kështu e kemi patur zakon i këngën e hapte i zoti i shtëpisë. Ose dajua, po na si ueti s'kemi këtu as daju as xhaxha njëri. Daju as xhaxha atëre, sipas zakonit nderuar miq, i zoti takon që të marrë një këngë, do ta përcjell mikpritin dhe bujë. Ashtu siç kanë ecur gjithmonë se brezat quhet sofër ose dhom burrash ose sofër burrash. Dhe mbyllesh dera,
pijesh raki, merresh dolli, të gjitha gjërat në bazë të rregullave të traditës të zakonit. Ashtu siç janë kënduar dhe këngët që Mitati dhe këndojnë një këngë, qoftë erotike, qoftë trimërie, siç janë kënduar, këndojnë, do këndojnë, brez pas brez, se çdo kohë ka patur sajat, dhe kjo po kështu duhet si gjithmonë. Prandaj edhe një herë u falenderoj të gjithë u falenderoj Mitati ka falënderimet e veçanta për pritjen dhe për respektin. Edhe me dy fjalë, Dukato fshati nderuar, bukë bardhë e sofër shtruar. Rapsodi e krijoi aty për aty këto vargje apo ishin pjesë nga trashëgimia? Mitat, atëherë të përcjellim tek shikuesi televizionit Apollon në këtë mbrëmje festive, edhe me një urim për një vit të mbar për gjithë shikuesit apo jo? Natyrisht po. I Zoti shtëpis ja merr këngën. Kumbulla mrapa shto piso me di murate ya chico mora che sarate ya Kumbulla mrapa shto Chico more che sarate ya Kurskon posto te dükkanı memme dimurate ya Chico more che sarate ya Emocionet në këtë sofër sa vinë dhe zbukurohen. Kuptohet siç e ka tradit labëria të mikpret me këngë, të mikpret me dolli dhe sigurisht të shoqëron me një muzikë baritone, me një muzikë të mrekullueshme, e cila është kaq e ëmbël dhe kaq e ngrohtë për çdo emocion që neve kemi gjatë momenteve të caktuara të jetës, por edhe gjatë këtij çasti të mrekullueshëm. Sofra e Dukatit besoj se është një emocion i veçantë edhe për shikuesit e ekranit televizionit Apollon, i cili për herë të parë hyn kaq thellë në familjen shqiptare, brenda kësaj tradite, duke u përpjekur që
të heqim dorë nga çdo lloj artificialiteti dhe duke u përpjekur që të jemi sa më origjinal. Dhe në të vërtetë, jemi në odën e burrave të zotit Mitat Aliçkaj në shtëpinë e tij. Të gjithë burrat janë rehatuar, kemi konsumuar paksa ushqim dhe sigurisht e kemi pirë dhe nga një kup me raki, ashtu siç ka hije vendi dhe zona. Por djemt më thonë, djemt e grupit të Dukatit, më thonë që kanë edhe një këngë tjetër, është kënga Dil moj hën apo Dil të dal. Dil moj hën. Dhe sigurisht, meqense në sofrën labe, të gjithë burrat që janë rreth sofrës në këtë odë janë të rezervuar për vetë faktin sepse kamera dhe ajo çka do përcjellim tek juve duhet të jetë sa më korrekte. Por unë do doja t'i siguroja që ajo që është më e bukur dhe është më korrekte është pikërisht liria dhe origjinaliteti i asaj që është karakter shqiptar, i asaj që është bujari, mikpritje, respekt dhe vlerësim për njëri tjetrin dhe vlerësim për këto. Meqense vargjet e këngës i ka shkruar Rapsodi Akrem Lamaj, do doja që Akremi në pak minuta të komentonte edhe vargjet e këngës Dil moj hën. Vajza krahasohen me hënën, djemt me yllin. Dhe kjo i përket vajzave dhe një djalë i këndon hënës, domethënë duke parashikuar një vajzë. Dil moj hën e ndriçovën, dil moj hën. Dil moj hën më dritë jon. Mos rret hënën, dritën ta kanë zënë. Është thjesht domethënë krahasimi që ka bërë populli. Duke përshkruar në vargje këtë këngë dhe Dervishi është i detyruar ta këndoj për arsye se ne që në këtë sofër bujare të Dukatit jemi krenar që jemi dhe në Dukat. Unë për veten time jam 2 herë krenar, një që jam mbas shumë vitesh, mbas shumë shekush, mbas 5-6 brezash, më dha mundësia që të bashkohem me këta njerëz në sofër, pa kështu bashkuar kemi qenë. Na bashkoi dhe kënga atje ku te themeli, te rrënja e rrënjës së këngës Dukatit. Dhe mbas saj kënga kisha dëshirë, domethënë Dukati përveç se është Dukat ka pasur dhe një heroj në tyre, Dervish Aliun. Po të njëjtat varja kam thurë dhe ati burri, bashkë me mendimin e Mitatit, domethënë vjen një kalë me ngëllim edhe e këndon po një djali Dukatit të këngë, edhe deri këtu besoj se çdo gjë arrin qëllimin. Faleminderit televizionit Apollon, presidentet e tij, Artur Rustemit, gjithë popullit që na ndjek, i urojmë të gjithë gëzuar dhe një vit të mbarë për të gjithë. Atëre, Dervish, ke fjalën me këngën Dil moj hën. E dil moj hën në ndriçovën do, e dil moj botën ke në kombo. Të shikoj më mere në mënto, dil mojë hënë, unë të them një kuvëm to.
Duke qenë në zonën e Dukatit, dëgjuam ato vargje të cilat flisnin për vashëzën si hën dhe për djalin si yll, për ato imazhet mrekullueshme të atij momenti shumë të rëndësishëm të jetës njerëzore dhe gati dhe nga më frymëzuesit siç është tema e dashurisë. Por nga të gjithë djemt dhe nga gjithë grupi kuptohet edhe për krenari, edhe për sedër, por edhe për përfaqësi. Ashtu si që nisëm në fillim me përfaqësimin e vlerave dhe figurave historike të zonës së Dukatit me karakterin dhe virtytin mikpritës dhe njerëzor që karakterizon këta njerëz dhe këto oda, këto sofra kaq të bukura, nuk mund të rrinim dhe nuk mund të përcillim tek juve urimin e vitit të ri pa emrin dhe pa këngën e një figure të nderuar, e cila është e vlerësuar së tepërmi në të gjithë të zonë. Bëhet fjalë pikërisht për figurën e Dervish Aliut, figura e një luftëtari i cili mbetet një ikon shpirtërore dhe një ikon që karakterizon së tepërmi zonën e Dukatit. Duke qenë fshat i madh ka dhe ngjarje të mëdha dhe histori të mëdha. Dukati është një fshat që ka gjurmën e tij dhe dorën e tij në të gjitha ato ngjarje të mëdha të Shqipërisë, të historisë kombëtare të Shqipërisë, duke filluar që nga lidhja e Prizrenit që ka patur përfaqësues nga Dukati, duke ardhur më vonë në pavarësinë kombëtare ku Ismail Qemali ka bërë 2 takime në zonën e Dukatit, të cilat janë zhvilluar në Sheshi në Raven me barin dhe me banorët e Dukatit, gjithashtu duke ardhur dhe më pas në luftën dhe ngjarjen e madhe të Vlorës, ku është bërë dhe në Dukat është bërë dhe është nisur piknisja e kësaj epopeje të Vlorës, siç është dhe kuvendi Bashallas që ndodhet në malin në zonën e Dukatit. Pra, Dukati dhe Dukatasit kanë treguar veten historikisht dhe ndër vite për Shqipërinë dhe për të gjitha ato vlera që duhet të ketë kombi shqiptar. Jen një kalume ingolimo, mere vanosive totimo. Atëre, shikues nderuar, kanë kaluar orë që kur kjo sofër e mrekullueshme filloi të stoliset dhe filloi të gatitet pikërisht për ne. Është një emocion i veçantë
të jesh pjesëmarrës në një odë burrash, të jesh pjesëmarrës në këtë odë të mrekullueshme bujare dhe mikpritëse të zonës së Dukatit. Nuk do doja të cilësoja asgjë tjetër sepse do të dukej sikur po kërkoja të nënvizoja elemente të cilat do të shkonin për egoizëm apo mendje madhësi. Është një karakter tek labi që nuk karakterizohet nga egoizmi dhe mendja madhësia, por ai karakterizohet nga bujaria, mikpritja dhe thjeshtësia. Por do doja të citoja një element me vlerë dhe të vyer. Jemi në shtëpinë e Zotit Mithat Aliçkaj, i cili është dhe vllai Majës, këngëtares popullore, të muzikës popullore, dhe sigurisht jemi mysafir, të mirëpritur dhe të mikpritur. Të doja që emisionin ta mbyllte i Zoti Shtëpis, ashtu siç është edhe traditë në Labëri. Në radhë parë doja thosha gëzuar, qoftë vitimbar, inshallah pashim të mira për 2014-ën, ju të gjithëve që nishin neve në televizion të rishikues, ju përshëndes nga zemra gëzuar 2014-ën. Si tradit, në bazë zakonit, për të mbyllur emisionin, apo rakin është e pjesë ku gjithse kush pas shefit, unë kam kënaqësi për të gjithë, që të them që qoftë një vit i mbar për të gjithë dhe këtu donim të rrim sa më shumë, po mundësia është kaq që të përshëndes dhe nga unë qofshi të lumtur familjet tuaja. Mirupafshim. Do doja të këndoja 2 vargje për heroinin e Dukatit Sado Koshenën, pastaj përgjegjësi grupit ton Samir Brahimi do këndoj dhe Esha ka menduar, po këto 2 vargje unë ka menduar të këndoj, nuk e di se si do më ashtu. Etrimja moj Sado Kosheno jesheri turno raveno. Etrimja moj Sado Kosheno jesheri turno raveno. Jesheri turno raveno logora. Art Folk. Arti. Mesazhe, vlera dhe emocione të drejtë për drejta. Tradita shqiptare, doke dhe zakone nga të gjitha trevat.